Hajde adhurim, hajde, lavdi Zotit. Edhe për mundësinë që kemi të ngrem lart emrin e Tij. Sot ka zgjedhjesh, ditë zgjedhjesh, fushat elektorale, gjatë tyre ditëve, postera, broshura me përmbajtje politike elektorale, platforma, studio televizive, emisione, media njërës qarë fare, duke folur për politikë. Edhe në kafene të ulesh, do të thënë aty, edhe aty s'të lëre hatë, me që është koha tani edhe njerëzit flasin për politikë, se çfarë, ku jemi dhe çfarë do të ndodhë. Një parti thotë që do të vazhdojmë në këtë rrugë, nuk kemi gabime, do të vazhdojmë sepse jemi në këtë rrugë përpara. Një tjetër thotë, jo, gjërat duhen bërë ndryshe, duhet të ndryshoj sepse nuk është kjo mënyra se si ne mund të ecim përpara. Edhe njerëzit thonë ashtu është, disa që mbështesin një thonë po këta kanë të drejtë, disa të tjerë që mbështesin tjetrën thonë po këta kanë të drejtë, unë do t'i mbështes këta. Janë disa të tjerë pastaj parti më të vogla që thonë çdo gjë duhet ndryshuar. Njerëzit që duhet jenë në krye nuk duhet jenë të përfolur për korrupsion, edhe këta që pëlqejnë këta thonë ashtu është, ka të drejtë, këta kanë të drejtë. Edhe më pëlqejnë këta edhe politika ndej, fushat, luftë, sharje, lavdërime, gjithë këto gjëra dhe prit. Do të flasim kish sot për këtë gjë. Në kish që nuk lejohet të flasim për politikë, kisha është e depolitizuar. Po le të marrim pak frymë, gjithë ky pasion, vërtet të habit. Kur shikon njerëzit se si janë të përfshirë, xhanëm ne jemi shqiptarë, edhe i përjetojmë pak këto situata, këto ngjarje, sidomos kur janë periudhë zgjedhjesh, do të thënë jemi më të ndjeshëm në lidhje me këtë, po gjithë ky pasion, gjithë kjo energji. Edhe ajo që më bëri të mendoja pak ndërkohë që po lutesha për këtë diel, se çfarë mund të shikonim, të studionim bashkë nga fjala e Perëndisë është. Ore, po ne si besimtar, sikur këtë pasion që shohim në botë, apo që na përfshin edhe ne shpeshherë në biseda politike kur uleni dhe flisni, qoftë edhe në kafene tani, si kundër e thash, po si kur të drejtohej aty ku duhej. Edhe në fakt, sot do të flasim për zgjedhjen, edhe do të flasim për zgjedhjen tonë. Tani, a është Jezusi mbret? Kjo ishte një pyetje që Pilati i bëri Krishtit, kur e çuan përpara tij, besoj se ju kujtohet libri Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 18. Dhe kjo është një pyetje që njerëzit duhet t'i japin përgjigje. Në fakt, a është Jezusi mbret i jetëve tona? Nëse unë do të bëja një zbatim praktik personal për jetën tonë, ju mund të thoni ç'lidhje ka kjo me zgjedhjet që po ndodhin sot. Në fakt ne për zgjedhjet do të flasim. Mirë, kështu që prit se ja, jemi në fillim, jemi duke bërë pak nxemje. Po le ta lexojmë pasazhin tek Gjoni kapitulli 18. Nuk do studiojmë këtë pasazh, thjesht është një hyrje për mesazhin e sotshëm, po le ta lexojmë. Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thiri Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti i judejve?" Shikoni me vëmendje. Jezusi u përgjigj atij: "E thua ti këtë nga vetja, apo ta kanë thënë të tjerë për mua?" Pilati u përgjigj: "Jam unë vallë jude? Kombi yt dhe kryepërktërinë të dorëzuan tek unë, çfarë ke bërë?" Jezusi u përgjigj: "Mbretëria ime nuk është e kësaj bote, po ti ishte mbretëria ime prej kësaj bote. Shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesh e judejve, por se tani mbretëria ime nuk është prej këtej." Atëherë Pilati i tha: "Ti pra që ke mbret?" Jezusi u përgjigj: "Ti thua se unë jam mbret, për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë që të dëshmoj për të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim." Le të lutemi pak bashkë. O Atë, faleminderit për këtë mëngjes. Lutemi që të shikosh zemrat tona sot në nevojën tonë. Faleminderit O Atë për shembullin biblik, se si ne duhet të reagojmë në periudha ku duket se bota është kaq e mbushur edhe kaq me emocion apo me pasion, njerëzit rreth e rrotull, në momentet caktuara të historisë njerëzore, Zot, na jep ne atë këndvështrimin tënd, ashtu si të pëlqen ty. Lutem Zot që të na drejtosh zemrat tona aty ku duhet, mendjet tona, pasionin ton, dëshirat o Zot. Le të jenë ato dëshira të tua. Faleminderit për këtë ditë sot, unë lutem në emrin tënd të çmuar. Amen. A është Jezusi mbret?
Jezusi qëndron përpara Pilatit tani, jo përpara judenjve. Ju dini që Jezusi u mor nga krerët e priftërinjve, u padit, edhe tani është koha ku ai do të dilte përpara Pilatit për të ekzaminuar faktet, akuzat, më saktë, kjo është situata. Edhe Pilati tani e thirrë Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti i judenjve?" Tani le ta them pikë së pari, Pilati, si një qeveritar romak në provincën e Judesa asaj kohe, nuk i ishte interesuar, sinqerisht, le ta dëgjojmë, le ta kemi vëmendjen lidhje me këtë situatë që po ndodh aty. Nuk ishte fare interesuar për çështjet e ligjit judaik. Ai e kishte vëmendjen e tij të drejtuar diku gjetk. Dhe ne do ta shohim këtë pasazh vërtet me detaje për të kuptuar se çfarë po ndodh, sepse ky pasazh shpeshherë nuk kuptohet qartë, sepse nuk kuptohet konteksti historik dhe kultura e asaj kohe. Pilati, sikundër e thash, nuk ishte i shqetësuar, nuk donte t'ia dinte për ligjin judaik të kohës. Nuk donte t'ia dinte nëse ky njeri i cili presupozohej ose njerëzit thoshin edhe përpara Pilatit ose ai kishte dëgjuar që ishte Mesia i premtuar, Pilati nuk donte t'ia dinte. Në fakt interesante sepse kjo pyetje e Pilatit është regjistruar në të katër ungjit. Edhe ai kishte tjetër qëllim. Arsyeja pse bën këtë pyetje është sepse kjo pyetje i interesonte me të vërtetë. Pse i interesonte kjo pyetje Pilatit? Sepse Roma ishte shumë e ndjeshme në atë periudhë të historisë njerëzore. Për shkak të ndonjë kryengritjeje ose rebelimi që mund të ndodhte, që të ndikonte në zonat e influencës që ajo kishte, dhe ne e dim shumë mirë që Judea asaj kohe ishte një provincë nën protektoratin e perandorisë romake të kohës. Edhe Pilati tha: "Unë duhet të di se çfarë po ndodh këtu, në këtë provincë ku unë jam qeveritar. Edhe si është puna." E vetmja gjë që interesonte Pilatit me të vërtetë ishte kjo: a do të përmbysësh ti pushtetin romak në këtë provincë? Mendo pak çfarë qëllimi që kishte. Edhe nuk ishte interesuar fare për çështjet e ligjit judaik, unë e ritheksoj, për Mesin ose jo. Shikoni përgjigjen e Jezusit në vargun 34, që mund të duket deri diku sarkastike, përgjigja e Jezusit, po është me të vërtetë interesante. Shikoni në vargun 34, Jezusi u përgjigj atij: "E thua ti këtë nga vetja, apo ta kanë thënë të tjerë për mua?" Duket sikur Jezusi do që të depërtoj në zemrën e Pilatit. Sepse mënyra se si Pilati do t'i përgjigjej pyetjes Jezusit, kjo do të jepte rrjedhshmërinë e bisedës që Jezusi të dinte si t'i përgjigjej përsëri Pilatit. Edhe Jezusi i bën një pyetje, nëse Pilati e dinte këtë nga judenjt, shikoni me vëmendje vargun 34, nëse judenjt ja kishin thënë këtë gjë, në kontekstin që Jezusi është drejtuesi ndonjë revolucioni kombëtar, atëherë një gjë e tillë do të ndikonte se si do të vazhdonte Jezusi t'i përgjigjej Pilatit. Apo ishte se Pilati mendonte që Jezusi ishte mbreti i judenjve në sensin që Jezusi ishte Mesia. Dakor, edhe Pilati e kishte këtë nga vetja e tij, jo sepse i kishin thënë judenjt. Se nëse ai ishte vërtet interesuar nga vetja që Jezusi ishte mbreti i judenjve në kontekstin që ai ishte Mesia i premtuar, atëherë Jezusi do të dinte se si të vazhdonte bisedën. Ne mund të themi, po Jezusi i di të gjitha, dakor, por ai donte të depërtonte në zemrën e Pilatit, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi s'mund ta monte faktin që ishte mbret. Amen. Ja, do ta shohim si vazhdon historia. Mirë, po Pilati, sikundër e tham, edhe nga përgjigja që i jep Jezusi, duket sikur nuk do t'ja di fare për çështjet e ligjit judaik. Dhe shikoni në vargun 35. Shikoni me vëmendje në vargun 35. Pilati u përgjigj: "Jam unë vallë jude, kombi yt dhe kryepriftërinë të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë?" Pra, shikoni se sa pragmatik është Pilati. Ai nuk do t'ja di nëse Jezusi është Mesia apo jo. Edhe i thot atij: "Unë nuk jam jude, nuk më interesojnë çështjet tuaja, vetëm më thuaj çfarë ke bërë. Çfarë ke bërë që të dorëzuan tek unë? Për çfarë je fajtor?" Duket sikur po inkriminon të akuzuar nëpërmjet dëshmisë që ai jep. Atëherë Jezusi e mori përgjigjen. Pilati e bëri të qartë, e zbuloi zemrën e tij, ku e kishte shqetësimin e tij të vërtetë, dhe Jezusi i kthehet përsëri pyetjes fillestare të Pilatit, nëse Jezusi është mbreti i judenjve. Shikoni se është e rëndësishme, dhe i bën të qartë Pilatit që ai nuk është dikush i cili do që të bëjë ndonjë
kryengritje politike apo drejtues për të bërë një kryengritje politike për të përmbysur pushtetin romak. Shikoni me vëmendje pasazhin dhe për këtë bën fjalë vargu 36. Jezusi i përgjigjet, mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Ta dish i thot Pilatit që kjo nuk është ashtu siç mendon ti. Unë nuk jam këtu, i thot, për të përmbysur pushtetin e perandorisë romake. Sepse po ti ishte mbretëria ime prej kësaj bote, i thot, atëherë shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha judenjve. Në qoftë se unë do të isha këtu për të përmbysur pushtetin romak, atëherë shërbëtorët e mi do të bënin të pamundur që kjo të mos ndodhte, por ata nuk po e bën një gjë të tillë sepse mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Edhe ajo fjalë që është çelës në këtë pasazh është porse tani. Porse tani. Shikoni me vëmendje, jo në këtë kohë. Jo në këtë kohë. Pilati pyet që në mbret, shikoni vargun 37, shikoni si precipiton. Në vargun 37 situata, thot, ti pra që në mbret, edhe Jezusi u përgjigj. Ti thua se unë jam mbret. Për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë që të dëshmoj për të vërtetën, kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim. Nëse unë do ta sillja në kohën e sotshme si mund të ishte përgjigjur Jezusi, ashtu siç kuptojmë edhe kulturën e asaj kohe, do të ishte tillë pyetja e Pilatit për shembull. Ti pra që ke mbret, Jezusi ju përgjigj, ose Jezusi thot, ti po thua, ta dish ti je i sigurt që jam mbret. Ti je i sigurt, për këtë unë kam lindur. Për këtë kam ardhur që unë të dëshmoj për të vërtetën, kushdo që është prej së vërtetës e dëgjon zërin tim. Po patjetër, Jezusi lindi për këtë, erdhi për këtë. Ai erdhi, ai nuk e mohoi faktin që ai është mbret. Por se tani tha, mbretëria ime nuk është e kësaj bote dhe nuk vjen nga kjo botë. E dini çfarë na tregon kjo? Jezusi lindi për të dëshmuar të vërtetën. Ai erdhi në tokë për të dëshmuar të vërtetën. Edhe patjetër e bëri të qartë që ai ishte shpëtimtar dhe mbret. Jezusi ishte shpëtimtar edhe mbret. Jezusi ishte qenj, po është edhe luan. Amen? Kjo është asgjë nuk mund ta ndryshoj dëshminë e tij dhe zbatimi praktik për ne si besimtarë është që ne duam shpeshherë me jetën tonë edhe me gojën tonë që themi që Jezusi është shpëtimtari junë, edhe ashtu është. Amen. Po nuk duam, realisht me jetën tonë e tregojmë shpeshherë që Jezusi nuk është mbreti i jetës tonë. E duam atë vetëm shpëtimtar, po jo mbret të jetës tonë, praktikisht. Edhe Jezusi tha unë për këtë kam lindur, për të qenë mbret. Në rast se ai është mbret, atëherë i bie që ne të jemi shërbëtorët e tij apo jo? Me rregull treshi, kështu i bie. Edhe kjo është një pyetje që secili për nesh duhet i përgjigjet. A është Jezusi mbreti i jetës tonë? A është Jezusi mbreti ynë? Sepse jeta e krishterë nuk është për përfitimin ton personal. Nuk është për, le të them që ne ekzistojmë për veten tonë, por për Jezu Krishtin. Ai është mbreti dhe ne jemi shërbëtorët e tij. Prandaj në vargun 33 Pilati i tha, a je ti mbreti i judenjve? Dhe e kishte në kontekstin politik, si është situata, në lidhje me mbretërinë e kësaj bote, për shkak të perandorisë romake, ku ai ishte një zyrtar i lartë edhe qeveriste, po e bëri të qartë gjithashtu që mua nuk më interesojnë çështjet e ligjit judeik. Çështjet sa i takojnë anës frymërore të ligjit tuaj. Nuk jam i interesuar. Edhe Jezusi i thot tani, mbretëria nuk është prej këtej, por do të vi një ditë në të ardhmen. Kjo është e sigurt. Po të ishte tani, shërbëtorët e mi do të luftonin këtu. Edhe pyetja që unë kam për ne sot të kontekstin e zgjedhjeve apo kësaj kohe e cila është mbushur plot me politik është, a jemi ne kaq pensionant, le të them, për mbretëritë toksore? A jemi kaq të dhënë ne pas gjërave fizike të kësaj bote, ashtu si bota mendon? Edhe mos më keq kuptoni këtu, sepse është diçka vërtet e rëndësishme. Ne sot ushtrojmë të drejtën shumë të rëndësishme, lirinë e votës. Edhe sinqerisht është përgjegjësi. Në Bibël na thuhet që ne kemi mbi krye, ose Zoti është ai që ka caktuar pushtetet,
Edhe ata kanë në dorë fatet fizike të një shoqërie njerëzore, të një kombi të caktuar. Kjo është shumë normale në lidhje me shkollimin, në lidhje me infrastrukturën e jetës shoqërore, në lidhje me shkollat, me mbarvajtjen e çdo gjëje që i takon jetës sociale në shoqërinë njerëzore, nuk diskutohet, edhe është përgjegjësi, sinqerisht është përgjegjësi nga ana jonë. Lutemi përpara Perëndisë dhe shkojmë edhe hedhim votën atje për atë njeri, për atë person që mendojmë që sadopak është më afër asaj që ne mendojmë që është më e mira. Edhe që përfaqëson ato lloj vlerash që ne kemi si të krishterë. Edhe është vërtet shumë e rëndësishme sepse pushtetarët kanë në dorë se si funksionon shoqëria njerëzore. Se si është e ardhmja toksore e brezit në cilin ne jetojmë sot. Kjo është absolutisht e vërtetë dhe është përgjegjësi, sinqerisht, kur shkojmë edhe votojmë. Por ajo që po them është kjo. Mbretëria jonë, duke folur për anën frymërore, nuk është e kësaj bote tani. E kuptoni ndryshimin? Nuk është tani mbretëria e kësaj bote. Edhe a jemi ne shërbëtorë të Krishtit? Edhe unë kam frikë se ne harrojmë këtë, i kushtojmë më tepër rëndësi politikës së kësaj bote tani. Harrojmë që ne i takojmë një mbretërie e cila ende ka për të ardhur. Është një mbretëri fizike që do të vijë. Dhe është për të ardhur keq, edhe ne si besimtarë të rilindur tregojmë pasion kaq shumë për mbretëritë e kësaj bote. E thash, duhet të vë ekuilibrin këtu, mos më keq kuptoni kur e them këtë. Po është për të ardhur keq, sinqerisht, kur ne vëm kaq pasion për mbretëritë toksore, për zgjedhjet toksore, ndërkohë që nuk tregojmë pasion, vjen re. Edhe kjo është ajo që dua të flasim sot, për mbretërinë e Perëndisë. Për mbretërinë e Perëndisë. Unë nuk besoj që ka ditë më të favorshme se sa kjo për të dëgjuar këtë mesazh nga fjala e Zotit sot. Por le të flasim pak për mbretërinë. Mbretërinë. Ju e dini që kur Jezusi erdhi në tokë, ai erdhi dhe i solli të dyja mbretëritë. Mbretërinë, le të them, e Perëndisë, që është, ose ta them kështu, mbretëria e Zotit ka dy aspekte, ka aspektin frymëror, ka edhe aspektin fizik. Aspekti frymëror i mbretërisë së Zotit është quhet mbretëria e Perëndisë, ndërsa aspekti fizik është mbretëria e qeve. Tani, kur Jezusi erdhi, ai vdiq, u kryqëzua në kryq, u varros, u ringjall. Edhe pastaj është një periudhë që quhet ndryshe koha e kishës, si themi ne. Edhe presim tani që Jezusi të vijë dhe të rrëmbejë kishën e tij. Mund të jetë një nga këto ditë, javë, muaj, vite, nuk e dim, presim ardhjen e Zotit. Mund të jetë shumë shpejt. Mund të jetë shumë shpejt. Pastaj do të jetë një periudhë mundimesh. Jeremia kapitulli 30 dhe vargu 7 që quhet ankthi i Jakobit. Është një periudhë vërtet shumë e dhimbshme për botën, për njerëzimin. Java e 70 e Danielit thuhet në Bibël, tek Danieli kapitulli 9, se nuk kemi kohë sot të shikojmë detaje. Dhe pastaj pritet në fund të kësaj periudhe ardhja e dytë e Krishtit. Ardhja e dytë e Krishtit. Këtu Jezusi do të vijë për të mbretëruar fizikisht për 1000 vjet në këtë botë. Do të mbretërojë për 1000 vjet fizikisht në fronin e tij, ulur në fronin e tij fizik për të mbretëruar 1000 vjet mbi këtë botë në Jeruzalem. Pastaj do të jetë këtu gjyqi i fronit të madh të bardhë. Në fund të periudhës 1000 vjeçare, thjesht po jap këtë ngjarje shkurt. Gjyqi i fronit të madh të bardhë, ku qielli, deti, toka ikën nga prezenca e Zotit. Edhe diku aty në kozmos, lart, do të zhvillohet gjyqi, një fron i madh i bardhë, edhe njerëzit do të gjykohen sipas veprave të tyre dhe librat do të hapen. Dakor? Edhe pastaj do të kalojmë në atë që e quajmë ndryshe, sipas fjalës Perëndisë, Zoti e thot jetën e përjetshme, por që do të jetë në jetë të pasosur, quhet në Bibël, që është përjetësia, është jeta e pasosur. Edhe kjo është përjetësia. Ne jemi këtu tani, diku këtu. Por kjo është periudha ku gjendemi tani, ku ne presim sipas kalendarit të Perëndisë
që Jezusi të vi dhe të ras kishën e tij. Jezusi të vi dhe të ras kishën e tij. Tani, mbretëritë toksore, me që folëm për mbretëritë toksore, sot, sipas Mateut kapitulli 4, sipas Lukës kapitulli 4, djalli çoi Jezusin në një mal të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre. Unë po e citoj siç është vargun. Dhe i tha, të gjitha këto do t'i jap, mbretëritë e botës, vinere, mbretëritë e botës. Të gjitha këto do t'i jap. Nëse ti bie përmbys dhe më adhuron. Atëherë Jezusi tha shporru Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shërbej vetëm atij. Mbretëritë e botës tani janë në dorë të Satanit. Edhe mendoni pak që patjetër Zoti ka lejuar drejtësi në këtë botë derisa ai të vijë si mbreti i lavdisë edhe mbreti i drejtësisë në këtë botë. Por ta dini, prandaj sot është e vështirë të gjendet drejtësia në botë. Prandaj shohim që ka korrupsion. Prandaj shohim që njerëzit vuajnë. Edhe shumë e vështirë për të gjetur drejtësia. Është shumë e vështirë. E pamundur në raste të caktuara. Edhe njerëzit vërtet dekurajohen në lidhje me këtë situatë, sepse natyra e njeriut është e tillë. Natyra e njeriut është e prishur, është e korruptuar dhe kjo për shkak të mëkatit. Edhe njeriu është kollaj i manipulueshëm nga frymrat e ndyra dhe nga pushteti i errësirës. Edhe çuditërisht, njerëzit që bëjnë një pakt me djallin që i përulen atij, ai u jep më shumë pushtet fizik toksor në këtë botë. Çdo periudhë ka pasur antikristët e saj, po e them, në mënyrë figurative, njerëz të cilët janë të ndikuar nga frymra, sepse është frymë edhe qeverisja, që kanë ndikuar që ndër vite, ndër shekuj, të bëhen gjëra nga më të çuditshmet, edhe shpeshherë edhe të rënda nga ana historike për njerëzit, me pasoja vërtet të rënda. Edhe ne kemi përjetuar në kohën tonë edhe gjëra të tilla, por prap njeriu është në kërkim të gjërave që janë të përsosura, ideale, vlerave që vërtet është shumë e vështirë t'i gjejmë ashtu siç ne i mendojmë sipas fjalës Perëndis, madje të pamundura kur shikojmë me lup jetët e njerëzve. Është shumë e vështirë. Do të vi koha, vëllezër motra, shumë shpejt. Ardhja e dytë e Krishtit, ardhja e dytë e Krishtit. Prandaj në Bibël thuhet, kur të vijë Krishti për herë të dytë dhe ëngjëlli i 7 i ra trumbetës, thuhet dhe u bën zëra të mëdhenj në qiell që thoshin mbretëritë e botës, shikoni me vëmendje, u bën të Zotit ton dhe të Krishtit të tij dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve. Do të vijë ai fizikisht. Sot nuk është këtu fizikisht që të mbretërojë, por do të vijë dita. Do të vijë dita. Ende nuk ka ardhur, prandaj tha mbretëria ime, i tha Krishti Pilatit, por se tani nuk është. Tani nuk është nga kjo botë. Tani veç, prit, se do të vi. Do të vi, koha do të vi. Dhe Jezusi kur erdhi në ardhjen e parë i ofroi të dy aspektet e mbretërisë, mbretërinë e Perëndisë që është frymërore dhe mbretërinë e qeve që është aspekti fizik i mbretërisë. Tani ja ku e kemi, prandaj këtu bëhet diferenca, ne në këtë kishë kemi folur, për shembull për Jezusi duke folur me farisejt, u pyet nga ta, edhe ata i thanë kur do të vinte mbretëria e Perëndisë. Dhe ai u përgjigj dhe u tha atyre, mbretëria e Perëndisë nuk vjen në mënyrë të dukshme. Ja këtu është aspekti frymëror i mbretërisë. Dhe as nuk mund të thuhet ja këtu ose ja atje, sepse mbretëria e Perëndisë thotë është për brenda jush. Është për brenda, është frymërore mbretëria e Perëndisë. Prandaj apostulli Paul te Romakët kapitulli 14, ku jemi në kohën e kishës, në vargun 16, shikoni me vëmendje thotë le të mos shahet pra e mira juaj, sepse edhe thotë mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, pra nuk është fizike. Por drejtësi, paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë është frymërore. Prandaj dhe këta, dishepujt, besoj se e keni parasysh te Mateu 6, ne kemi studiuar këtë, ishin kaq të shqetësuar se çfarë do të ham, çfarë do të veshim. Besoj se ju kujtohet apo jo? Se për çfarë po i flisnin Jezusit dhe Jezusi u tha atyre paganët janë që i kërkojnë të gjitha këto. Domethënë që kanë vetëm këtë fokus. Rroba, veshje, shtëpi, makina, vetëm aty e kanë
aty e kanë vëmendjen trashëgimi, prona të patundshme të tjerë, aty juaj qellorë di mirë se keni nevojë për gjitha këto, po para se gjithashtu. Shikoni, para se gjithashtu kërkoni çfarë? Mbretërinë e Perëndis. Ai bën kontrastin me gjërat fizike, duke folur për mbretërinë e Perëndis, e cila është frymërore. Thu kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij dhe gjitha këto do t'ju shtohen. Mos mendoni që ai nuk po fliste këtu për prona, për makina, për luks e tjerë, po fliste për gjëra të nevojshme të jetës, por të cilat gjithashtu ishin fizike dhe thotë të gjitha këto do t'ju shtohen. Mos u shqetësoni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të shqetësohet vetë për vete, se cilës ditë i mjafton e keqja e vetë. Mbretëria e Perëndisë është frymërore. Prandaj, shikoni pak te Mateu 21, judejt e refuzuan mbretërinë e Perëndisë, e cila ishte frymërore. Shikoni me vëmendje pasazhin, dëgjoni një shëmbëltyr tjetër, thotë Jezusi, ishte një farë zot shtëpie, i cili mbolli një vresht dhe rrethoi atë me gardh dhe gërmoi në të një vend për shtrysjen e rrushit dhe ndërtoi një kull dhe u abesoi disa vreshtarve. Dhe u nis në vend të huaj. Dhe kur u afrua koha e të vjelave, ai dërgoi shërbëtorët e vet të vreshtarët. Pra ai la të vreshtarët që ishin drejtuesit fetar të kohës, edhe pastaj dërgoi shërbëtorët e vet për të marrë frutat e tij që ishin profetët. Profetët, kjo është analogjia. Dhe vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin e ran, tjetrin e vran dhe një tjetër e vran me gur, edhe këto janë shembuj nga Dhjata e Vjetër, unë edhe mund t'i them me emra, nuk kemi kohë sot, që ta shikojmë këtë në detaje si studim, përsëri ai dërgoi shërbëtorë të tjerë, më shumë se të parët, dhe këta vreshtarët i trajtuan në të njëjtën mënyrë. Por në fund ai u dërgoi atyre birin e vet, duke thënë: do t'ju vi turp nga i bir, por vreshtarët kur e pan të birin, i thanë njëri tjetër, ky është trashëgimtari, eni ta vrasin dhe ta përvetsojmë trashëgiminë e tij. Kush është ky? Që erdhi Krishti. Dhe e kapën e nxorën jashtë nga vreshti dhe e vranë. Jashtë nga vreshti. Mbajeni mend këtë, e nxorën jashtë fushës, aty ku ne duhet të mbajmë poshtrimin ton, sipas Hebrejve kapitulli 13. Kur të vi pra Zoti vreshti, çfarë do të bëj këtyre vreshtarëve? Ata i thanë do t'i vras keqas dhe ata të këqij dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'i japin frutat në kohën e vet. Pra do t'u abesoj vreshtin të tjerëve. Shikoni me vëmendje. Jezusi u tha atyre: a nuk keni lexuar kurrë në shkrimet guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes? Guri i qoshes është Krishti. Ata hodhën poshtë, por ai u bë guri i qoshes. Nga Zoti u bë kjo. Dhe është e mrekullueshme në sy tanë. Shikoni vargun 43, varg çeles. Prandaj po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe do t'i jepet një kombi që do t'jap fryt. Pra do t'i hiqet judejve në atë kohë, për shkak sepse refuzuan Krishtin, do t'i jepet një kombi që do t'jap fryt dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet cop, është ardhja e parë e Krishtit. Dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai ky gur do ta thërmojë. Kjo është ardhja e dytë e Krishtit. Dikush pengohet në Krishtin dhe dikujt Krishti do t'i bjerë mbi të është. Janë dy ardhjet e Krishtit. Dhe kryepriftërinë dhe farisejt kur i dëgjuan shëmbëltyrat e tij e kuptuan se po fliste për ta dhe kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga turbat sepse e mbanin si profet. Wow. Edhe po të shikoni, mbretëria e Perëndisë është frymërore, u largua nga Izraeli, edhe shikoni te Veprat e Apostujve 8, shohim që deri te Veprat e Apostujve 7, ku po predikoi Ungjilli? Në Judea apo jo? Jeruzalem, në mbar Juden. Pastaj, pas predikimit të Stefanit te Veprat e Apostujve kapitulli 7, ndodhi një përndjekje ndaj kishës. Mbaj mend historinë? Edhe shumë nga kisha u shpërndan edhe Ungjilli shkoi të predikoi në Samari. Ata thanë, tani na përzun që këtu ç'do duhet të bëjmë, kemi marrë Krishtin do japim. Atë do të ndajmë. Edhe predikuan Ungjillin në Samari dhe Ungjilli filloi të përhapej pastaj dhe shikoni Filipin, sepse në vargun 5, po të shikoni Veprat 8, vargu 5, ai zbriti në Samari. Pra këtu është në Samari Filipi, edhe thot ai predikonte Ungjillin Krishtin që shpalli lajmin e mirë të kujt? Të kujt? Të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit. Pra, mbretëria e Perëndisë iku nga Izraeli edhe shkoi te kombet, tek ata që nuk ishin judejnë dhe këtu kemi samaritanët, që samaritanët u rreheshin nga judejnë, apo ju e dinin që tillë nga ana historike. E thotë u pagzuan burra dhe gra. Në kapitullin 19, dhe sy hyrin në sinagogu, fol lirisht njerëzve 3 muaj me radhë duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Ky ishte pali. Te Veprat 19.
duke i bindur për çfarë? Për gjërat e kujt? Të mbretërisë Perëndis. Pra i predikonte mbretërinë e Perëndis. Nuk përmendet asnjëherë, keni për ta vënë me vëmendje. Në dhjatën e re, pas ungjive, mbretëria e qeve. Nuk përmendet. Shikoni me vëmendje, nuk keni për ta gjetur. Gjatë librit Veprat e Apostujve, Pali dhe dishepujt predikonin mbretërinë e Perëndis. Shikoni te Veprat 20, Pali ishte në kishën e Efesit dhe do të largohej nga kisha e Efesit dhe ai kishte një fjalë për drejtuesit e kishës, edhe thotë di që të gjithë ju në mes të cilëve kalova duke predikuar mbretërinë e Perëndis, nuk do të shihni më fytyrën time. Çfarë predikonte Pali? Mbretërinë e Perëndis. Kjo është periudha e kishës. Në kapitullin 28 ai ishte në Rom, i burgosur, dhe mbasi i caktuar një ditë erdhën shumë veta tek ai judenj, erdhën judenj për të atakuar në banesën e tij dhe ai u shtjellonte dhe u dëshmonte çfarë? Mbretërinë e Perëndis. Shumë interesante. Me anë të ligjit Mojsiut, profetëve kërkonin të binte për gjërat që i përkasin Jezusit që nga mëngjesi deri në mbrëmjen. Veprat 28 gjithashtu, Pali ndoi një plot 2 vjet në shtëpinë që kishte marrë me qerat dhe priste të gjithë ata që vinin tek ai. Çfarë bënte Pali? Duke predikuar mbretërinë e Perëndis dhe duke mësuar gjërat e Zotit Jezu Krisht me shumë guxim dhe pa u penguar. Mbretëria e Perëndis nuk është ngrënie e shpirtit, por është drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Edhe për çfarë predikonte Pali? Për çfarë predikonin dishepujt? Jemi gati të shikojmë shumë shkurt, pa koment, shumë shkurt. Shumë shkurt, sepse këto janë gjëra vërtet shumë të rëndësishme. Si kemi hyrë ne në mbretërinë e Perëndis nëpërmjet një lindjeje, nëpërmjet një lindjeje frymërore apo jo? Ndërsa kemi siguruar një vend në mbretërinë e qiellit, kur Jezusi të vijë fizikisht edhe ne do të jemi bashkë me të. Por tani jemi në mbretërinë frymërore, në aspektin frymëror të mbretërisë. Prandaj dhe Pali i tha, Jezusi i tha Pilatit që por se tani mbretëria ime nuk është prej këtej, por se tani. Po do të vi koha që Jezusi do të vi fizikisht e do të mbretërojë fizikisht. Ende nuk ka ardhur, ne presim ardhjen e tij. Amen. Ende nuk ka ardhur, po do të vi. Do të vi, ne e pam këtë gjë, që ai do të vi. Çfarë ka ndodhur me ne kur i besuam Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar? S'pari njerë, ne kemi hyrë në mbretërinë e Perëndis. Dhe quhemi tani bi, kemi këtë identitet, ishim armiq të Zotit. Po hym në mbretërinë e dritës. Te Veprat e Apostujve kapitulli 26, Pali është duke dhënë dëshminë përpara mbretit Agripa dhe i thotë që unë hyra në mbretërinë e dritës. Isha në mbretërinë e errësirës dhe u futa në mbretërinë e dritës. Edhe Jezusi u përgjigj këtu te Gjoni 3 në bisedën me Nikodemin, ne e dim shumë mirë në të vërtet po të them që nëse një nuk lind përsëri ai nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndis. Ne hym në këtë mbretëri, në familjen e Zotit, në mbretërinë e Perëndis, përmes një lindje jo fizike, konteksti i Gjoni 3, nëpërmjet një lindjeje frymërore. Është një njeri frymëror i brendshëm që banon brenda nesh, që ka lindur nga Perëndia. Edhe tjetër, shpëtimi, te kemi marrë shpëtimin dhe faljen e mëkatit, diçka që kjo botë nuk ta jep sot. Bota nuk të shpëton. Feja nuk të shpëton, Krishti po. Edhe në të cilin, në Krishtin ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Që të marrësh faljen e mëkateve, është gjë më e mrekullueshme, më e bukur që mund të ndodhë dikujt në jetë. Edhe këtë mund ta bëj vetëm Zoti. Vetëm ai fal mëkatet. Marku kapitulli 2. Vetëm Perëndia fal mëkatet. Marku kapitulli 2. Interesante, ne kemi marrë shpengimin me anë të gjakut, Krishti vdiq në kryq që ne të merrnim shpengimin. Ne jemi shfaqësuar, drejtësuar dhe kemi paqe me Perëndin, të drejtësuar pra prej besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit tonë. Sa e bukur që është kjo, vetëm nëpërmjet besimit, jo nëpërmjet veprave. Nëpërmjet besimit ne jemi drejtësuar. Ne jemi birësuar dhe kemi një marrëdhënie personale me Zotin, por gjithë atyre që e pranuan, thuhet e gjoni një, ai u dha pushtetin të bëjnë bitë Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij. Jemi futur në një marrëdhënie, ne mund të flasim Aba, mund të themi Zotit, At, jemi futur në këtë marrëdhënie. Jo vetëm kaq, por fryma e shenjtë është i pranishëm në ne dhe banon brenda trupave tanë. Letra e parë e Korintësve 6, dhe nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, a ka bekim më të madh? Mendo pak, fryma i shenjtë i Zotit banon
brenda trupave tanë. Edhe kjo është një ndër gjërat e mbretërisë së Perëndis. Nuk i përkasim vetvetes, sepse u blem me një çmim. Zoti na bleu. Ne jemi prona e tij. Përlëvdoni Perëndim pra me trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Shikoni, jemi pjesë e trupit Krishtit dhe priftëria mbretërore. Dhe priftërisë mbretërore. Letra e parë Korintasve 12 thuhet, ju jeni trupi i Krishtit dhe secili veç e veç gjymtyr të tij. Ne jemi trupi i tij. Shikoni sa e bukur që është fjala. Kemi një jetë të re. Duhet kemi shenjtërim dhe liri nga mëkati. Prandaj thotë, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Kemi lindur sërish. Është një lindje frymërore. Kemi marrë, jemi një krijesë e re. Zoti na ka bërë nga fillimi. Na ka dhënë dëshira të reja, qëllime të reja, na ka dhënë një motiv të ri. Ne jetojmë jo për këtë botë. Ne nuk i kemi synimet dhe të ardhmen tonë në këtë botë. Edhe kemi qëllime të tjera. Të vjetrat shkuan, ja të gjitha u bën të reja. Galatasit 2:20, Krishti rron në mua. Nuk duhet të jetoj mishi, të më zotroj ai jetën time. Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin, ai duhet të rrojë në mua. Amen? Kjo është dëshira e Perëndis, edhe kjo jetë që jetoj në besimin e Birit të Perëndis. Ai më deshi dhe dha veten për mua. Ne kemi sigurinë e shpëtimit, dashurinë e pandarë të Perëndis. Vargje që ne lexuam javën që kaloi, sepse jam i bindur, thot Pali, as vdekja, as jeta, as ëngjit, as pushtetet, as fuqia, as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. Dhe motra, kur Pali, Filipi, dishepujt shkonin dhe predikonin gjërat e mbretërisë së Perëndis, u thoshin atyre, disi është puna, ne jemi mëkatarë. Ne kemi nevojë të futemi nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e dritës. Edhe kjo është përmes një lindje të re. Edhe ne duhet marrim faljen e mëkateve. Ja ku i kemi të gjitha këto, që të shpëtohemi. Është i vetmi njeri që na drejtëson, Perëndia njeri, Krishti Jezus. Jo me anë të veprave tona. Ne do të kemi një marrëdhënie personale me Zotin, sepse ai na quan bi. Na quan bi të tij. Edhe brenda nesh do të jetë fryma e tij. Ai do të banoj brenda nesh. Edhe ne do të jemi pjesë e trupit të tij. Kemi pjesë e një priftërie mbretërore. Letra e parë e Pjetrit, kapitulli 2 dhe vargu 5, edhe vargu 6 dhe vargu 7, mund t'i lexoni ato vargje. Duhet kemi një jetë të re. Duhet të jetojmë në rritësinë e jetës, të shpenguar, të shenjtëruar me të lirë nga prangat e mëkatit, që ne i shërbejmë një Zoti që është i gjallë, që na jep fuqi, që na jep pasion, që na jep energji. Ne jemi të sigurt, kemi një siguri i shpëtimi, sepse dashuria e Zotit është e pandarë për ne. Më pëlqen kjo e pandarë. Është e pandarë ndaj nesh. Asgjë nuk mund të ndaj ne nga dashuria e Perëndis. Edhe ata predikonin gjërat e mbretërisë së Perëndis, që njerëzit të ndërtoheshin, që kishat të ndërtoheshin. Edhe të rriteshin, edhe të bekoheshin. Këta janë ata që predikojnë të vërtetën. Këto janë kërkesat e Zotit për jetën tonë. Sepse ne kemi një tjetër motiv, kemi një tjetër qëllim, kemi një tjetër fokus. Kemi një pasion për gjërat që janë frymërore, për mbretërinë e Perëndis. A ka gjë më të çmuar se sa kjo? Kur i vinin njerëzit Pali thoshte, çfarë do të bëj? Të predikoj gjërat e mbretërisë Perëndis? Predikonte gjërat e mbretërisë Perëndis, duke folur për Krishtin, ashtu siç lexuam vargjet. Filipi predikonte mbretërinë e Perëndis, gjërat e mbretërisë Perëndis. Është ajo që është e padukshme, që Zoti ndryshon nga brenda njerëzit, nga brenda jashtë. Kjo është mbretëria e Perëndis. Edhe kështu ndërtohemi dhe rritemi dhe mësojmë edhe çfarë bekimi që është. Ky është fokusi që ne duhet kemi si besimtar. E di. Njerëzit sot flasin në botë për shumë gjëra të mira, të reja, ndryshim psikologjie, ndryshim filozofie, ndryshim idesh, ja duhet të bëjmë këtë, duhet të bëjmë atë, ka nevojë shoqëria për këtë, ka nevojë shoqëria për këtë gjë tjetër, ka nevojë për rrugë më të mira, për pastërti, ka nevojë për shkolla të reja, ka nevojë për kopshte, ka nevojë për këtë, ka nevojë për atë. Lavdi i Zotit janë gjëra të mira. Por mos harroni diçka. Ne predikojmë mbretërinë e Perëndis. Predikojmë mbretërinë e Perëndis. Dini çfarë sjell kjo? Kjo sjell jetë të përjetshme. Falje mëkatesh.
Kjo sjell një vend të sigurt, një trashëgimi të sigurt në atë mbretërinë fizike të qejve që kur Jezusi do të vijë, do ta vendosë. Çfarë bekimi që është? Sytë tanë janë përtej kësaj bote që shohim, a duhet votojmë patjetër, a duhet të duam vlerat e mira, që të ndërtohen gjëra të mira, që shoqëria njerëzore të ecë, që të lartësohen vlerat e familjes, vlerat morale të shoqërisë, vlerat e duhura sipas ligjit të Zotit, absolutisht po. Absolutisht po, sepse përndryshe do të ishim të shkëputur nga shoqëria njerëzore, nga ky mjedis në cilin ne jetojmë, patjetër po. Po mos harroni, motivi, vizioni, misioni që ne kemi nuk janë këto. Misioni që ne kemi është të predikojmë mbretërinë e Perëndisë. Të japim njerëzve diçka më tepër që ata nuk e kanë. Të ndikojmë që Zoti na përdor si vegla që ata të marrin jetën e përjetshme. As sikur ky pasion i njerëzve për gjërat e dukshme në këtë botë ishte për të predikuar mbretërinë e Perëndisë. Sepse mbretëria e Krishtit është yet to come, le ta them në anglisht, kur i para flasë, kam një natë vetë që të flas gjëra në gjuhë huaj. Por ai do të vijë. Mos u mërzit, sepse ai do të vijë. Do të jenë shumë ndryshe gjërat nga që janë tani dhe përpiqen partitë politike, qeveritë në botë. Shumë ndryshe. Shumë ndryshe do të jenë. Kjo është e sigurt. Prandaj le të mendojmë që ne kemi një rol, edhe nuk do të zgjatem këtu. Ne kemi një rol të veçantë, sepse ne kemi një mbretëri, qytetaria jonë thuhet e Filipianët 3:20 është në qej. Prej nga edhe presim Zotin dhe shpëtimtarin tonë. Qytetaria jonë nuk është në këtë botë. Gjoni 8, Jezusi tha, unë jam në botë, por nuk jam nga kjo botë. Ashtu edhe dishepujt janë në botë, por nuk janë nga bota. Sepse Zoti u ka dhënë një pasaport tjetër, që është hyjnore. Edhe ne përfaqësojmë mbretërinë e Perëndisë në këtë botë. Prandaj thotë tek letër 2 Korintasve 5, apostulli Paul, jemi pra ambasadorë të Krishtit, sikur Perëndia t'ju lutej nëpërmjet nesh. Ju lutemi në vend të Krishtit, pajtohuni me Perëndin, dhe ky është roli i ambasadorit. Kemi disa muaj që kemi folur për këtë, nuk do të zgjatem lidhje me ambasadorin, kemi studiuar gjëra gjatë se çfarë do të thotë. Por ajo që doja të thosha është kjo që ka njerëz edhe besimtarë që qajnë, mërziten për manipulimet, gënjeshtrat, mashtrimet, padrejtësitë në këtë botë. Qajnë edhe janë kaq të shqetësuar. Po pyetja që un kam është, a qajmë ne, a mërzitemi për manipulimet, për gënjeshtrat, për mashtrimet, për padrejtësitë kundër mbretërisë së Perëndisë? Jo, sinqerisht. Kundër emrit të tij, më shumë se sa bëjmë për partitë këtu në tokë. A punojmë ne me aq zell, ju lutem, dëgjoni me vëmendje. A punojmë ne me aq zell sa që të vendosim Krishtin si pushtet në zemrat e njerëzve? Të lutem. A jemi ne kaq të zellshëm që të vendosim Krishtin si pushtet në zemrat e njerëzve? Kur thënë vendosim, nuk jemi ne, besoj se e kuptoni, mënyrën e të folurit. A bëjmë ne një gjë tillë? A kemi ne këtë zell? A jemi ne kaq të përfshirë në gjërat e mbretërisë së Perëndisë, se sa bëjmë për partitë politike, për pushtetin këtu në botë, për cilën mbretëri jetojmë ne? Për mbretërinë toksore këtu sot, që është në dorën e dikujt? Toksore, fizike, ku shohim shpeshherë padrejtësinë që mbretëron në botë, padrejtësinë, apo për mbretin, apo për mbretërinë frymërore të Zotit. Është ende një mbretëri frymërore. Derisa Krishti të vijë. Sot jetojmë në mbretërinë e Perëndisë, derisa Krishti të vijë dhe të vendosë mbretërinë fizike. Kur ato mbretëri të botës që ne lexuam te Zanafilla, të Zbulesa 11:15, ato mbretëri të botës të bëhen mbretëri të Zotit dhe të Krishtit të Tij. Sepse do të vi. Do të vi ajo ditë. Kam disa pyetje, mos u përgjigj kot, se di që mund të kesh përgjigjen e dur. Jemi këtu në kish, dim ta japim përgjigjen.
Si harxhon kohën? Çfarë ndjek në televizor? Cilën lexon më shumë? Biblën, rrjetet sociale? Ku investon parat? Tu? Ku e ke zemrën? Sepse ku është thesari, është edhe zemra juaj. A e kuptojmë ne që këto gjëra që ndodhin këtu janë një provë për zemrën tonë, se ku e kemi. Janë një provë për zemrën tonë se ku e kemi. Thash, nuk po kundërshtoj vlerat e mira që duhet t'i japim në këtë botë, që duhet të mbështesim në mënyrë absolute jo. Përndryshe nuk e tregojmë në jetën tonë realitetin e vlerave që ne besojmë vetë. Jemi të qartë? Por, për kë mbretëri po jetojmë? Kjo është pyetja që kam. Cila është mbretëria të cilës ne i japim jetën, i kushtojmë energjinë edhe vëmendjen në këtë botë sot, në vitin 2025, në datën 11 maj. Ku e kemi zemrën? E di, Zoti do të vinë një ditë fizikisht. Ta them, ja shikoni, se Bibla nuk na lë pa vizion. Nuk na lë pa vizion. Mbretëria fizike do të vinë një ditë. Jemi në mbretërinë frymërore sot, në mbretërinë e Perëndisë, po do të vijë aspekti fizik i mbretërisë. Shumë shpejt, mund të jetë një nga këto ditë, javë, muaj, vite, nuk e di, mund të jetë shumë shpejt. Mund të jetë shumë shpejt, nuk e dim se kur. Mund të jetë. Sa shpejt, ne kemi atë tonën, njësi tona matëse në lidhje me shpejtësinë, Zoti e di se sa mund të doj. Nga ditë, në vite, nuk e di, jemi çdo ditë që kalon, jemi një ditë më afër. Ta dini. Shikoni profecia tek Isaia kapitullin 9, sepse na ka lindur një fëmijë, ardhja e parë e Krishtit. Një djalë na është dhënë. Çfarë bekimi? Ai do të vi përsëri. Mbi supet e tij do të mbështetet perandëria. Dy ardhjet e Krishtit. Ai do të quhet Këshilltari i Mirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Ai dhe Ati janë një. Nuk do të ketë të sosur kush. Rritja e kujt? E perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit. Froni i Davidit është fron fizik në Jeruzalem, ai ka premtuar. Lexoni pak Ezekielin kapitullin 37. Nuk do ta lexojmë sot, por janë premtimet e Perëndisë dhëna Davidit. Edhe thuhet në fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij për ta vendosur pa u tundur dhe për ta forcuar me anë të mençurisë dhe çfarë? Të drejtësisë. Tani dhe kur? Dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të ushtrive. Nuk do të ketë më korrupsion, gënjeshtra, shfrytëzime, manipulime. Zelli i Zotit të ushtrive ka për ta bërë këtë. Zoti i drejtë, i mëshirshëm, dashamirës, dikush thotë do të jetë një diktator, po ai do të qeverisë me skeptër hekuri, me qira fjala. Po është i drejtë ama. Zoti është i drejtë. Dhe mëkati merr dënimin që i takon. Le të futemi përmes një lindje në këtë familje. Shumë prej jush, gati të gjithë, nëse ndonjëri nuk është i futur në këtë familje të mbretërisë së Perëndisë, bëje. Hyn duke besuar te Krishti, sepse ai derdhi gjakun në kryq për mëkatin tënd. Që ti duke besuar tek ai të kesh dhuratën e jetës përjetshme, të marrësh faljen e mëkateve. Zoti nuk është i anshëm. Ai do të ketë një kushtetut, të cilën ne po e studiojmë me qira fjala, po i vjen shumë fundi, do të fillojmë me Ungjillin e Mateut së shpejti tani në qershor. Mateu 5:7, kushtetuta e mbretërisë. Ne kemi nevojë të përgatitemi. Unë nuk do të kaloj kohë këtu, po dhe Luka kapitulli 19 nuk do të kaloj kohë këtu, po besoj se e keni parasysh atë shëmbulltyrën që Jezusi tregon gjithashtu me shërbëtorët e tij që u dha disa mina apo monedha të asaj kohe, kështu quheshin. Njëri t'i dha 10 mina, tjetri t'i dha 5, tjetri t'i dha 2. E keni parasysh? Edhe kur ai u kthye i gjeti besnik disa, edhe atij që kishte 10 i tha jepini 10 qytete për shembull. Interesant. Atij që kishte 5 mina i kishte fituar, i kishte investuar ato. E tha jepini këtij 5 qytete. Ai tjetri që i kishte futur, i kishte mbështjellë me shami ashtu. Jezusi tha, po ti tha, çfarë ke bërë? Ti e di që unë marr aty ku
ku nuk kam mbjell. Edhe ti e bën këtë gjë ndaj me. Edhe ajo që po thot aty është që ne duhet të investojmë për atë që do të mbetet. Për dëshirën e Zotit ton, për vullnetin e Zotit ton, për mbretërinë e Perëndis sot. Ky është misioni që Zoti na ka dhënë, që ne të bëjmë dishepoj. Që ne të ndajmë ato gjëra që sapo pam tani. Bibla është vërtet e mrekullueshme, por ato janë thelbësore që kanë ndodhur me jetën e një besimtari. Qelësi është shërbimi, besnikëria, frytshmëria sot. Sa besnik jemi ne. Le të lexoj edhe një pasazh që nuk e kam këtu. Luka 16. Jezusi thot, kush është besnik në të voglat? Kush është besnik në të voglat, është besnik edhe në të mëdhat. Konteksti është jeta në këtë botë, edhe po flet për atë administratorin e pabes, nëse ju kujtohet e Luka 16. Kush është i padrejt në të voglat, është i padrejt edhe në të mëdhat. Pra nëse ju nuk keni qenë besnik në mamonin e padrejt, kush do t'ju besojë të vërtetën? Dhe nëse nuk keni qenë besnik në pasurinë e tjetrit, kush do t'ju jap tuajën? Çfarë na ka dhënë Zoti në këtë botë me fjalë tjera? A mund ta vëmë në funksion të mbretërisë së Perëndis? Të bëjmë miq në dhomat e qiellit aty lart, duke dhënë nga jeta jonë. Edhe konkluzioni janë këto pasazhe që ne do të lexojmë pa koment, edhe unë do ta mbyll këtë mesazh për sot. Tek Hebrejnë kapitulli 11 shikoni kapitulli besimit në Bibël, ku përmenden gjithë ata që ne i quajmë heronjë të besimit, por që njerëz të thjeshtë kanë qenë dhe ata. Edhe autori i Hebrejve thotë të gjithë ata vdiqën në besim pa marrë premtimet, por i pan ato prej si largu dhe u bindën dhe i përshëndetën ato, duke rrëfyer se janë të huaj dhe shtektar mbi këtë dhe fizik. Sepse ata që flasin të tilla tregojnë se kërkojnë çfarë? Atë dhe. Jezusi tha që unë po iki dhe po ju përgatis një vend, u tha dishepujve, apo jo, Gjoni 14, një atë dhe tjetër, një vend tjetër. Dhe po ta kishin pasur ndërmend, atë nga e cila kishin dalë, do të kishin patur kohë të ktheheshin atje, por tani dëshirojnë një më të mirë, domethënë qiellor. Prandaj Perëndis nuk i vjen turp për ta të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. U bëri gati atyre një qytet. Ne sot në kohën e kishës, ja se si duhet jetojmë. Kjo duhet jetë shërbesa jonë e mençur. Ja ta lexojmë. Shërbesa jonë e mençur. Ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ti paraqitni trupat tuaj si flit i gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj, shikoni, e mençur. Doni të jeni të mençur në shërbesën tuaj? Mos u konformoni me këtë botë, transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndis. 2 vargjet Romakët 12 na tregojnë se si duhet jetojmë ne, çfarë shërbese duhet kemi në këtë kohë sot, në vitin 2025. Një shërbes të mençur, që trupi ynë një flie gjallë, dhe e dyta është të mos e konformojmë veten me këtë botë, por të si të thot aty. Domethënë duke ripërtërir mendjen tonë me anë të transformimit, me anë të frymës së shenjtë, me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, thot Pali. Sepse çdo gjë fillon me mendjen, fillon nga brenda, në zemër, perceptojmë në mendje, kalon në zemër, edhe aty është motori i jetës, që na drejton qëllimet dhe vendimet në jetë. Shikoni tek Hebrejnë kapitulli 13, le të dalim pra tek ai jashtë fushës. Ju kujtohet kur e lexuam jashtë vreshtit që e lexuam atje? Duke bartur fyerjen e tij. Sepse nuk kemi këtu qytet të qëndrueshëm. Apo flisim për këtë qytetin këtu? Nuk kemi këtu qytet të qëndrueshëm, por kërkojmë atë qytet që do të vijë. Sot flitet për rrugë të asfaltuara, infrastrukturë rrugore, për pastërtinë në qytet, për premtime elektorale që bëhen, të cilat janë të mira, absolutisht. Por le të kuptojmë këtë gjë që ne kemi një qytet tjetër. Edhe le të mbajmë sot fyerjen e tij. Fyerjen e Zotit do ta mbajmë o sot, o në periudhën 1000 vjeçare.
që do ta mbajmë, se varet nga shpërblimet që do të kemi, do të dalim me turp përpara tij, apo do të jetojmë sot duke mbartur poshtërimin dhe fyerjen e Zotit përpara botës. Sot apo tani? Sot mbahet kryqi që nesër të merret kurora. Nuk ka kuror sot, siç mendojnë njerëzit. Ka kisha sot që predikojnë kurorën. Sot nuk ka kuror sot. Është kryqi fillimisht. Kurora është nesër. Kurora është nesër. Është gjumë me mënyrë të folur në mënyrë metaforike, kur Zoti të vi. Edhe shikoni se çfarë qyteti kemi ne, le ta lexojmë, çfarë presim. Çfarë qyteti presim ne? Unë isha me dy mendje të vija dhe ndonjë foto se ka të Jeruzalemit qellor që njerëzit që kanë studiuar Biblën, pastaj thash më mirë të bëm pak në punë anën tonë shpirtërore, shqisën tonë që fillojmë edhe i mendojmë vetë se si mund të jetë më tepër se sa një fantazi, po një imazh që ne mund të krijojmë vetë, se sot jetojmë në një botë vetëm vizuale të dukshme, show, shfaqje, dukje. A mund të t'i lexojmë këto vargje dhe të krijojmë atë lloj imazhi që Zoti na jep në mendjet tona ndërkohë që lexojmë në lidhje me këtë qytet që do t'i ketë të gjitha ato gjëra që bota sot po synon duke dhënë premtime në fushata elektorale se çfarë do të jetë më e mira në këtë botë. Po shikoni se çfarë ka përgatitur Zoti. Dhe erdhi tek unë një nga të 7 engjëjt, me qara fjala ky është pasazhi i fundit që do të lexojmë tani. Dhe erdhi tek unë një nga të 7 engjëjt që kishin të 7 kupat, plot me 7 plagët e fundit, dhe foli me mua duke thënë: "Eja do të tregoj nusën gruan e qengjit." E kjo është në analogji me atë që edhe Satani ka një qytet. Në Bibël tek Zbulesa 17 mund ta lexoni dhe Zbulesën 18, sepse ai imiton Krishtin. Ka lidhje me një mister që quhet misteri Babilonia e Madhe. Po shikojmë tani qytetin që zbret nga qielli, dhe ai më çoi në frym për një mal të madh dhe të lartë dhe më tregoi qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë, që zbriste nga qielli, nga Perëndia. Nuk është ky Jeruzalemi toksor që është këtu. Është një tjetër gjë që zbret nga qielli si një satelit, ndoshta ta shohim, do të vit dita një ditë do ta shohim si do të zbresë ai. Zbriste nga qielli, nga Perëndia, prandaj thash të zhvillojmë, të shikojmë pak, të krijojmë atë imazhin si Zoti mund të na e jap, si mund t'ja jap secilit. Që zbriste nga qielli, nga Perëndia, duke pasur lavdinë e Perëndis dhe shkëlqimin e saj ngjante me gur shumë të çmuar, si gur djaspri kristalor. Këto janë gjëra që kërkohen sot nga njerëzit, nga pasanikët. Njerëzit që disponojnë këto gjëra sot konsiderohen si njerëzit më të pasur. Gjatë shekujve që kështu ka ndodhur, dhe kishte një mur të madh dhe të lartë dhe kishte 12 porta, dhe mbi portat 12 ëngjëj dhe emra të shkruar mbi to, të cilat janë emrat e 12 fisëve të bijve të Izraelit. Nga lindja 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta dhe nga perëndimi 3 porta. Dhe muri i qytetit kishte 12 themele, ndërta emrat e 12 apostujve të qengjit. Dhe ai që fliste me mua kishte një kallam të artë për të matur qytetin dhe portat e tij dhe murin e tij. Dhe qyteti ishte në formë katërkëndshi. Dhe gjatësia e tij ishte sa gjerësia, dhe e mati qytetin me kallamin e tij në 12.000 stade. Gjatësia dhe gjerësia dhe lartësia e tij janë të barabarta. Me sa duket, kur i bashkon ato, krijohet në anën vizuale në formën e një piramide me bazë të përbashkët, domethënë si 2 piramida të ngjitura me njëra tjetrën. Interesante si e ka bërë Zoti. Mati edhe murin e tij 144 kubit me matje njeriu, domethënë engjëlli. Dhe ndërtesa e murit të tij ishte djaspër dhe qyteti ar i kulluar, i ngjashëm me qelq të kulluar. Shikoni pak gjëra që nuk janë parë këtu në botë sot. Ari për cilën flitet tu është një ar transparent, ar i kulluar i ngjashëm me qelq të kulluar, dhe themelet e murit të qytetit ishin stolisur me gjithfar lloj, me gjithfar gurësh të çmuar. Themeli i parë ishte djaspër, i dyti safir, i treti kalcedon,
i 4 i smeraldi, i 5 i sardonik, i 6 i sard, i 7 i krizoliti, i 8 i berili, i 9 i topaz, i 10 i krizopaz, i 11 i hiacinti, 12 i ametist dhe 12 portat ishin 12 margaritar, se cila port ishte për një margaritarit vetëm, e kemi theksuar që perlat nuk ndahen, kemi bërë një studim para disa muajve, dhe perlat është pa mundur të ndash. Dhe sheshi qytetit, se margaritar është emri, është perl, është njëta fjalë. Sheshi qytetit ishte ar i kulluar, thot si qelçit e i dukshëm, mendo pak transparent. Kemi parë ndonjëherë si këto gjëra ne këtu në tokë? Pyetje retorike, dhe nuk pash asnjë tempull në të, sepse Zoti Perëndi gjithë pushtetën është tempulli i tij dhe qengji. Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse lavdia e Perëndisë e ndriçon atë dhe llampa e tij është qengji. Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në dritën e tij, dhe mbretërit e dheut sjellin lavdinë dhe nderin e tyre në të, dhe portat e tij nuk do të mbyllen fare gjatë ditës, sepse nuk do të ketë natë atje, dhe do të sjellin lavdinë dhe nderin e kombeve në të, dhe nuk do të hyjnë në të asgjë pa pastër dhe askush që kryen në veri dhe gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës si qengjet. Ne tulim kokën që. Është ditë zgjedhjesh, fushata ka mbaruar, është periudhë qetësie, kur njerëzit mendojnë për të votuar se për këta hedhin votën. Ende edhe sot, sa të mbaroj procesi, ndërkohë që e kemi këtë përgjegjësi, edhe njerëzit në Shqipëri e kanë këtë përgjegjësi për të vendosur për këtë duhet votojnë. A mund të mendosh për veten në lidhje me mbretërinë e Perëndisë? Cila është zgjedhja jote? A është Krishti? A është Krishti? A lufton ti, a punon ti për mbretërinë e Perëndisë? Që Jezusi të jetë mbreti i jetëve të tyre, i zemrave të tyre. Në qoftë se do të thoshe për njerëzit që ke rreth rrotull, a lutesh për ta? A komunikon me ta, a shkon tek ta? Për të ndarë me ta gjërat e mbretërisë Perëndisë. Gjërat e mbretërisë Perëndisë. A u flet atyre për jetën e përjetshme? A u flet atyre për vdekjen e përjetshme? Për pushtetin e mëkatit, edhe për fuqinë çliruese? A u flet atyre për gjakun e Krishtit? A u flet atyre për faljen e mëkateve? Për një jetë të re që mund ta kenë? Sepse kjo botë një ditë do të prishet. A jetojmë ne, a punojmë ne për mbretërinë e Perëndisë, apo për mbretërinë toksore të kësaj bote? Ku e kemi fokusin, qëllimin dhe mendjen? Apo bëjmë dishepuj, apo investojmë me jetën tonë? Cili është qëllimi që Zoti na ka dhënë këtu në botë? A kujdesemi për njëri tjetrin, për familjen e Perëndisë, duke u lutur për ta, duke i dashur ata, duke u lutur për ta vazhdimisht? A e duam njëri tjetrin? Nëse Zoti ka folur sot, cila është zgjedhja jote? A mund ta marrësh vendimin sot? E thuar Zotit, Zot, unë dua të jetoj për ty. Votoj për ty, më shumë se sa votësh, jeta jote, të japësh jetën tënde atij. Kush vot? Jetë për lavdinë e tij. Nëse Zoti ka folur, mund t'i thuash atë, thuaj atij, Zot, unë dua. Unë dua të fokusohem te gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Nëse je këtu sot për të parë dhe nuk e di që Krishti vdiq për ty, për shkak se të deshi kaq shumë. Ai derdhi gjakun në kryq, mori dënimin, pagesën e mëkatit që ti meriton, që është vdekja. Ai e mori mbi veten e tij, i vetmi pa mëkat. Që ti duke besuar tek ai, ai të jap faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme.
Jezusi vdiq për ty. Vdeshi aq shumë. A mundesh t'i japësh ti jetën atij, duke i besuar jetën tënde atij? A mundet t'i thuash atij? Thuaj, ne folëm sot për këtë gjë, është totalisht e sqaruar. Thuaj atij, Zot Jezus, Zot Jezus, faleminderit që ti vdiqe në kryq për mëkatin tim, sepse unë jam mëkatar. Kam shkelur ligjin tënd. Ti je i shenjtë, o Zot. E di që meritoj dënimin, meritoj vdekjen. Por faleminderit për faljen tënde. Faleminderit për faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Unë besoj, o Zot Jezus, që ti erdhe për mua dhe vdiqe në kryq për mua. Faleminderit që ti je i gjallë, jeton për mua sot. Më ndrysho. Që ti jem ai person që ti do, Zot. Në emrin tënd, Zot Jezus, lutem.